Ata ishin çifti më i përfolur i momentit vitin e kaluar, po flasin për dyshen Heidi dhe Romeo, por me sa duket, ata nuk po i ndahen shpirtërisht njëri tjetrit, edhe pse është bërë gati një vit që dyqen nuk janë më bashkë. Edhe pse konfirmimi për ndarje ka ardhur vetëm nga Heidi, e cila në disa intervista ka thënë se është mirë, kjo ka lënë të nënkuptohet se gjithçka me Romeon ka marrë fund, por kjo nuk është e tëra. Pasi para pak ditësh në një koncert të Drena Baze, dyqe janë parë në të njëjtin ambient. Fansave nuk u ka shpëtuar detaje se ka pasur dhe komunikim me sy mes tyre. Nuk dihet nëse Heidi dhe Romeo janë ende bashkë, pasi vetëm Heidi ka deklaruar se nuk ka asgjë mes tyre, ndërsa Romeo, që pas daljes së tij nga shtëpia e famshme, është fokusuar vetëm tek vetja, duke hequr dorën nga çdo pronësim mediatik, por fansat nuk e përjashtojnë mundësinë që kjo të jetë thjesht një rastësi dhe ata janë gjendur në të njëjtin event. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.